15 shkurti, njihet edhe si Dita Botërore e Kancerit Pediatrik. Në kuadër të kësaj dite, Ministria e Shëndetësisë ka ndarë një apel për diagnostikim të hershëm, ndjekje të specializuar dhe trajtim në kohë, si vendimtar për rritjen e shanseve për shërim dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijëve të prekur. Mjekja onkohematologe pranë QSUT-s, Mirela Xhafa, apelon për rritjen e vëmendjes ndaj çdo shenje apo simptome të referuar nga fëmijët, duke theksuar rëndësinë e reagimit të menjëhershëm nga prindrit dhe profesionistët e shëndetit. Shkurti është dita ndërkombëtare e luftës kundër kancerit. Sigurisht që s'mjafton kjo ditë, madje nuk mjafton as muaji shtator, që është muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit pediatrik. Ndërkohë që ne këtu aktualisht luftojmë çdo ditë, çdo orë me këto patologji. Forma më e shpeshtë është kanceri i gjakut, pra leuqemia akute, në vend të dytë janë tumoret e trurit, janë limfomat, dhe në 15% që mbetet janë tumoret të tjera. Në disa raste mund të ndodhë që të jenë shenja të përgjithshme. Prandaj themi vlerësimi në kohë, jo vetëm të shkojë të paraqitet kur ka simptoma, por edhe në vizitat rutinë, ato vizitat pediatrike që nuk duhen neglizhuar. Me idenë që jemi para një viroze, përpara një infeksioni, dhe ndërkohë kur vjen e paraqitet pastaj tek ne, sëmundja ka avancuar, më përveç temperaturës, një zbeje, lodhje, bark i fryrë, flasim këtu për rritjen e mëlçisë, të shpretkës, apo gjendrave limfatike, tek mjeku pediatër i bazës dhe direkt pastaj të vi tek mjeku specialist. Ka një lloj shërimi të mirë të kancerit pediatrik në vendet e zhvilluara dhe kjo shkon deri në 80-85%, ndërkohë që në vendet me zhvillim të ulët mund të shkojë më pak se 30% ose maksimumi deri në 40%. Ne një rënje të fortë këmbane bëjmë dhe mbas 5 vitesh stop terapi. Do me thënë, ne mjekojmë 1, 2 vjet, 6 muaj, varet nga stadi i patologjisë, dhe pastaj ndjekim dhe 5 vite të tjera stop terapi. Ministria e Shëndetësisë ka ndarë shpesh herë video mesazhe sensibilizuese për kontrollet e vazhdueshme që duhet të kryejnë qytetarët në lidhje me shëndetin që të mundësojnë parandalimin apo trajtimin e hershëm të sëmundjeve që mund të godasin sistemin e tyre imunitar.